Doktori i njohur kosovar Adriatik Berisha i ka dhënë fund beqarisë duke kurorzuar martesën me partnerin e tij, Arionën, shkruan Index Online. Çifti ka zhvilluar ceremoninë e kurorzimit në komunën e Prishtinës, ku shfaqen të lumtur në këtë ditë të veçantë. Në ceremoninë e tyre ka marrë pjesë edhe nënkryetaria e komunës së Prishtinës, Besjan Musmurati. Përpara fillimit të sezonit të ri të Premier League, mediat angleze rikujtojnë historinë e pabesueshme të sulmuesit, ndoshta më të keq në historinë e klasës elitare të futbollit anglez, senegalezit Ali Dia. Senegalezi, i cili festoi ditëlindjen e 61 të njëjtën, shpiku mashtrimin futbollistik të shekullit. Karriera e tij filloi në ligat e ulta të Francës. Pas disa sezonesh atij lindi ideja të pretendonte të ishte i afër me fituesit të topit të art, George Weah. Pa internet, ishte pothuajse e pamundur të kontrolloheshin informacionet, kështu që mbërritur në kontratat e para dhe në vitin 1995, ai ndryshoi deri në 3 ekipe, nga finlandezja e Finpa u transferuar në PK 35, pastaj në klubin gjerman Lübeck. Atë sezon ai bëri vetëm 10 paraqitje dhe shënoi 1 gol. Ai shpejt ndryshoi strategji, miku i tij telefonoi klubet e Premier League-s për të ofruar atyre shërbimet e kushëririt të tij jashtëzakonisht të talentuar, i cili mburrej me të kaluarën e tij me Parisin dhe paraqitej për ekipin kombëtar senegalez. Trajneri West Ham, Harry Redknapp, ndieu një mashtrim, ndërsa trajneri Southamptonit, Jeremy Sonis, kishte një ide tjetër, duke i ofruar atij një kontratë 1 mujore përpara se të nënshkruante. Trajneri donte ta provonte në një ndeshje miqësore, por ndeshja u ndërprer për shkak të shiut dhe kontrata u nënshkrua pa asnjë minutë provë. Ai luajti me George Weah te Paris Saint-Germain dhe luajti në divizionin e dytë në Gjermani, shpjegoi Sunis. Në stërvitje u bë menjëherë e qartë se diçka nuk shkonte. Dia nuk mund ta përballonte me atë që bënë shokët e ekipit, ai kishte mangësi të dukshme teknike dhe mezi merrte pjesë në stërvitjet bazë me shokët e ekipit, megjithatë fati vazhdoi ta ndiqte. Për shkak të dëmtimeve të shumta në skuadër, ai u përfshi në skuadër për ndeshjen kundër Leeds United, kur Mad Litizir u dëmtuar në minutën e 32 të ndeshjes. Dia pati shansin e tij. Performanca e tij u shënua nga gabimet të shumta dhe lëvizje të ngllathta dhe një Sunis i zëmëruar e nxorën nga fusha në minutën e 85. Klubi ia ndërpreu kontratën të nesërmen. Në total, aventura e tij në Premier League zgjati vetëm 53 minuta, por mjaftoi për ta bërë legjend. Nga Southampton ai u transferua te Gatesh, i kategorisë 5, ku shndroi për një sezon dhe i dha fund karrierës. Ai luajti për 12 klube, duke bërë gjithsej vetëm 30 paraqitje, por të mjaftueshme për ta bërë këtë lojtar amator të pavdekshëm. Më kanë portretizuar si mashtrues dhe lojtar i keq, por nuk jam asnjëri. Sigurisht që jam i zhgënjur që nuk ja dola të kualifikohesha në Premier League, por besoj në aftësitë e mia dhe shqetësimi im i vetëm tani është Gatesh. Kontrata ime është vetëm deri në fund të sezonit, tha ai në atë kohë. Pasi u tërhoq nga futbolli, ai u diplomua në shkollën e biznesit të Newcastle në Universitetin e Northumbrias dhe më pas mori një diplom master në administrim biznes nga Universiteti Shtetëror i San Franciscos. Ai u transferua në Doha, ku thuhet se jeton edhe sot. Askush në botën e futbollit nuk ka dëgjuar për të që atëherë, por emri dhe mbiemri i tij mbetën në krye të listës së The Times të 50 futbollistëve më të këqinj anglez të gjitha kohërave.